Opa, jemi live domethënë. Live. Jemi live. Po ç'bëhet? Hiç më plak. Nga do nisim? Ore çka ke parti në gjë të bukur në Shqipëria jonë? E mrekullueshme këto kohë. Gjë të bukur. Këtë javë. Gjë të bukur se ka, gjë të bukur ka vetëm kështu, Shqipëria ka vetëm vende. Ore ndodhi interesante. Ndodhi, jo, s'ka asnjë ndodhi interesante. Jam vetëm S'ka ngjarje. ndodhi interesante. Ja, fare. Vetëm ngjarje të shëmtura, njerëz varëdhësh. Gjë e bukur për shemb. Një pyetje kështu filozofike. Mo. Po Berisha akoma te balkoni vazhdon? Po, balkon, kuzhinë, aneks, to. Bravo. Si o bëmë? Sa. E po mirë. Po sa do rin balkon ai? Derisa ti thon. Po kush i thot aty kështu? Gjykata, shteti. Okej. Po. Po dhe ai më plak. Si nuk riku në Shqipëri ai? Pse ri këtu ai, se marr vesh? Po çat keqe e ka ai mos. Aty është porri, shtëpi. Po del në stolet sipër aty në Tarac, si thon asaj. Se kanë kat fundit ai shtëpi. Shkreti nuk bën më se. I shkreti s'bën më asecje. Po pra bën eci aty në Tarac sipër pra. Mama kur thoshte kam ecu sa gjithë India. Tani bën like ato gjëra. Jo, tani nxjerr like. Unë mbaj mend kur thynte rekordet e notit, do të thënë pluskimit në ujë. Noti me polumbar. Polumbar aty poshtë e mban. Ti futja por të skot. Sa vjeç është Sala? Ja. Ne sharma të pasaj. Ja, do nxjerrësh atë natyrën tënde, bëjshiste se s'bën. Ore, po një sekondë, po jemi ne në moshën e tij ashtu siç është ai, me gjithë ato strese që ka kaluar ai, do ishim lula. Me gjithë ato strese thot. Po, për kaluar strese ka kaluar, mos ja fut porës kot tani. Që disa net kanë ndaj bagjume. Ore, me qira fjala, një gjë kështu, me qira fjalë të këto streset, se po gjoj dica çuna që po flisnin për gjendjen mendore të Ilir Metës. Nuk e di sa e ke ndjek këto kohë të fundit me këto meme që është bërë këto. Zero. Po që ka hip. Po di që nxjerr kështu në palestra. Po. Vetë palestra pas. Po nuk është vetëm ajo, dhe thjesht vërtet me kështu kot pa arsye, ose i mbledh ata kokat që ka për shak vetes, edhe kjo flet atyre ndërkohë duke bërë kështu stërvitje muskujsh ai kështu gjë. Do ka ca sjellje kështu si tip. Domethënë se rruan me trapin fare. Jo, po që se ruan, po them është grad më sipër, domethënë që nuk. Jo, duhet sa vjeç është like? Se di. Po si 60 like? Po aty duhet të. Po nuk është kjo ideja. Ideja ishte se tani këta çuna që dëgjova unë, këta po thonin që Ilir Meta është i tillë për shembull që nuk e ruan ose i bën tollë sjelljes, sa ai nuk është se ka bërë ndonjëherë në jetë normale, për shembull, që ta di si është sjellja normale. Sa ai kur ka dalë nga shkolla, është bërë deputet, ka hyrë në këto punët, në këto zyre të rëndësishme. Edhe nuk është se ka jetuar ndonjëherë në jetë normale, tri kërkoj punë, tri pa punë. Si ka provu ndonjëherë këto gjendjet tona për shembull, gjendjet e plebejve të thjeshtë. Po, plebeshiti të mësoj shumë nga jeta. Edhe, do me thënë, këta e arsyet tonin, do me thënë që ai nuk është e di më çfarë është normali e çfarë nuk është. Ka mundësi. Ka mundësi dhe kjo. Ishte goxha ide, do me thënë. Nuk e kam studiuar like. Po s'është për like, është thjesht ideja, do me thënë, ideja kështu. Ideja ishte e bukur. Doshta. Duhet analizuar, duhet menduar. Pastaj vështirë ta mendoj dhe ta analizojmë. Pastaj gjë tjetër të bukur. E pe atë me Bidenin që dërgohëm. Sa kam qeshur atë. Ore po, jo. Mua më dalin plot video të tilla në Instagram.
edhe e kam pa dhe vetë, domethënë me jetën reale, domethënë me kalamaj që e bëjnë fiks sjellin ashtu kur dies. More Leo i biri botës dheu. Dheu. Po më mos, në atë moshë tash tani më fal, atë arsetimin që përdore atë arsetimin që përdore për Berishën, mund ta përdorësh për Biden. Po jo, mos e nuk e si një njerëz që zotria është nuk ka iku për lesh, është për nazil. Ai është për ta mbajtur në shtëpi aty, është për nazil. Edhe këta sakrifikojnë Bidenin tani, vetëm kundër Trumpit. Po, e di qa më... Ma i do kandidoj prap mo. Po mirë më normal, po s'ka tjetër më, kupton tani ku ka vaj muhabeti. Po, ajo është gjë më e keqe, mos e hajt më dhe ca muaj do bëj me Bebelina, po 4 vite tjera, sa kanë? 4 vite e kanë. Po 4 vite thuaj. do abdikoj më plak. Po do abdikoj më, do bëj në skenar tjetër ata. Do bëhet Mjafton që Trump, Kamala, do bëhet Kamalaja. Po, qa po, jo më plak, atë se do njeri më. Po, ajo është vendas. Atë nuk e. O ti e ke studiuar në njëri historinë e saj politike? Jo, s'më ka interesuar në jo. Po ko vetëm të... Po ç'më duhet historia më, unë di që ajo është zëvendësja më. Sa për info, He. sa për info, se logjika është që ajo është zezake, është e zezë, Zbrau. edhe zhven aty sepse është vend e zezë që të ndihmojmë komunitetin afrikan-amerikan aty, është e para zvendës presidente me gjyrë, edhe na që ishte edhe Black Lives Matter me George Floyd atëhere me gjithë to gjëra, dhe u zgjodh Kamala. Problemi është që kjo Mikesha Po? ka zero lidhje me skleverit që kanë vajtë në Amerikë. Si fillim, mamaja e saj është indiane. Njëse po prit më dhenë. Mamaja e saj është indiane. Baba i saj është jamaikan. Të dy prindrit i ka akademik. Baba i saj është familja e tij ka qenë sklavo pronare. E qenë feudal. Ka qenë sklavo pronare në Jamaikë, plak. Është rritur si kukull tër jetën e saj. Po prap nuk shikoj një problem deri këtu. Është një sekondë, se që ishe ti prokurore në Kaliforni, është rritur në detyrë, se mba mendje që ishin protestat gjatë Covidit, jo po një fusni njerëz me ngjyrë në burg. Kjo ka qenë persekutoria më e keqe e tyre. Këtë e di, këtë e kam lexuar. Kjo fuste më shumë në të gjithë në burg. 1, 2, ka qenë dashnore e shefit, që është rritur në detyrë, edhe ky si gjitha gat. Po, dhe është rritur në detyrë. E tani u bë zvendës presidente, po atë se ka qef asnjëri. As partia e saj nuk ka qef. Po jo, këto janë kostat të liderëve më tani. Do dalin historira, s'do i pëlqejnë shumë njerëz. Ke parë ndonjëherë atë të flasit të thonë ndonjë gjë për koktinë tani, se je zvendës presidenti i Amerikës. Jo, vetëm sa meme, vetëm sa fraza në për meme. Don't come, edhe thot Donald Trump pastaj. Po jo, po të shikosh ndonjëherë, kur bëm pyetje përgjigje me gazetarët, i biri botës i bën një pyetje. Kjo jep një përgjigje koti, po që ka vetëm ca fjalë të mëdha aty, ka para përgatitur, ka memorizuar 50 fjalë, edhe vazhdon thot njëra gjëra gjithmonë që nuk kanë lidhje fare me atë. Në mendimi kritik zero. Po, asnjë nga këta kandidatë nuk është se kanë mendim kritik më praktikisht. Se unë e kam një tendencë për të dalë kundra, se me që jemi vetëm në dy, unë po i dal mbrojtje tani kësaj. Mendim kritik. Ti po, se fakti që s'ka ajo, nuk është se përbën një problem për atë pozicion ku është ajo, se atje në ato lloj shkallë, në ato lloj nivelesh, nuk është se ka të bëjë shumë personi. Por një sekond më plak, por në qoftë se vdes. Kush vdes? Bideni. Ai biri botës, Bideni. Po çon si ka i vdekur është. Okej, po qoftë se vdes,
Do të thonë, zotëria, kjo është president de facto. De facto de jure. Po? Kjo është president tani. Imagjino këtë të bëhet president. Po mirë, tash nga gjitha këto që the ti, plak. Tani gjën më e keqe që kjo ka bërë është që i ka përzekutuar më shumë zezakët se sa të tjerë. Po bë kjo president që ka bërë ajo. Po tani, po bë kjo presidente, zezakët do të kenë frikë plak, s'do të kemi. Jo, mo ta arrosh. Ta arrosh. Pastaj, po bë kjo. Ore, nëse prisat vit. Jo, ti mendon se fakti që Bideni ose kjo Kamala do bën presidente dhe do jenë është vetëm Biden ose do jetë vetëm kjo që do vendosi, do marrë kjo vendim e vet. Jo, jam dakord që nuk i vendosin ata, po prapë është figura tani. Është figura, si do që tjetë. Figura, tani atë Tysonin, DeGrasse Tyson nuk e bëjmë president ata, pavarësisht se ai ka mendim kritik, Po, kush ka mendim kritik një mut ka, ai thjesht di tregoj histori të bukura. Kush ka mendim kritik më? Po është i diskutueshme edhe kjo që thua ti, por që është një ditë i zgjuar, i lexuar, këto gjëra. Ai ditë tregon histori si asnjë shkencëtar tjetër. Atë që bën ai është super. Mënyra se si e shpjegon ai gjërat është super mësues. Ai është mësues perfekt. Po, se ka zotëria duhet të jetë lider më, po zotëria një sekond tani, se kur je presidenti i Amerikës, ti do negociosh me Putin. Do negociosh me Putin, do negociosh me Kim Jong-un, do negociosh me Arabët, me Bashkimin Evropian, me gjithë Amerikën e Jugut. Ore, një pyetje kam unë tash. Ti që ke mendim kritik. Tani, përdesa për presidentin ose presidentët e Amerikës ka shumë teorira, thashë theme gjëra që nuk është Bideni ose presidenti që vendos. Po për këta si ka mundësi që s'ka kështu, thashë për Putinin ose për Po pra që nuk është Putini që vendos, por është dikush tjetër nga mbrapa ose që e përdorin Putinin. Ose Putini nuk ka parti nga mbrapa. Nuk ka një parti nga mbrapa Putini. Është Putini mbi partin. Po mirë, ai ka oligarkët. Bideni mbi partin. Po Putini ka oligarkët. Oligarkët i bëri Putini, kupton? Oligarkët i bëri Putini, nuk është se oligarkët zgjodhen Putinin, nuk është se ishin oligarkët atje, edhe zgjodhen Putinin. Oligarkët janë bën pasi erdhi Putini. Po përse bësh këto teoritë janë vetëm për Amerikën, vetëm për SBA-n, kush është qeverisë në të vërtetë SBA-n, kush është mbas presidentit të Amerikës. Për Putinin s'ka thashë me të problemi është se të vetë në vende të tjera që nuk qeverisen nga SBA-ja në planet janë Rusia, Kina, Korea e Veriut. Të gjitha vendet e tjera qeverisen nga SBA-ja. Domethënë përveç këtyre vendeve, nuk ka sens të themi neve që ka një konspiracion, ka ca njerëz me kravata të zeza që qeverisin Anglinë, ose Britaninë, ose Gjermaninë, Italinë, Francën, Brazil, sepse këto janë direkt protektoriat Amerikës by default. Jo, janë vende që kanë nevojë për stabilitet. Si quhen tash këto? Vende që kanë nevojë për stabilitet, Okej. Çfarë dhe Amerikës na pakua? Po. Ka nevojë për stabilitet, për demokraci, ka nevojë për institucione. Po çaj nevojë më për institucione nga Gjermania se marrësh. Po ti përmirësoj më, të ruaj standardet. Çfarë përmirësoj? Po pse mirë megjithëse të duket Gjermania tash, disa krizë është Gjermania tash. Për njerëz, se tani ky emigrimi ka bërë punë vet gjithë këto vite, edhe këto sasira sidomos. Po lexoj ditë, jo po lexoj, po dëgjoj më saktë, ishte një çun, një podcast që dëgjoj më saktë. Edhe ky kishte marrë një gjermane, një shqiptar nga Gjermania, që ishte integruar shumë mirë atje, bënte punë e kështu gjëra, e thoshte që është pak situata e keqe, ka shumë protesta nga gjermanët që nuk i duan emigrantët, që nuk po përshtaten mirë, që po marrin vendet e punës. Edhe duan të ndryshojnë të ligjin e marrjes, të ligjin e marrjes shtetësisë, domethënë të bëjnë këto dallimet. Se bëjnë dot më plak, nuk e bëjnë dot. Po normal që se bëjnë dot, po është ideja që ka pak kënaqësia më. Po të ketë çfarë të doj pak kënaqësia, është shumë e thjeshtë. Po që ka nevojë për stabilitet pra.
Nuk ka nevojë për stabilitet më plak, është thjesht në qoftë se gjë është shumë e thjeshtë, ata gjermanët që vënë në protestë atje, rreth para ata të harrojnë se kanë humbur identitetin e tyre me vullnet. Me vullnetin e tyre të plot. Po pra, kjo Ata kishte të duhet, bënda që në kanë humbur identitetin. qoftë se e kanë humbur me vullnet ata, nuk është se ja morën këta. Se më fal mua, se turqi për zemër, zëm turqi, Po, që janë në Gjermani, nuk janë të detyruar të bëjnë gjerman. Ata do rinë turq. se kemi dhe shokun tonë në Gjermani tash këto ditë, përshëndesim. Okej. Po, përshëndesim. Po shikon bigun andaj. Tani turku, se ti qofse vete si turk në Gjermani, brezi i parë, ti Po nuk do turku jesh si gjerman do vemo asnjëherë. plak. Po një sekond, turku si turk. Ai brezi i dytë do integrohet çik më shumë, po përsëri ai brezi i dytë do I mohoj disa vlera gjermane që nuk janë për tu mbajtur. Ashtu dhe ai brezi i tretë që s'do t'ja di më fare. Do me thënë I bie që numri I kebabeve do vi duke ulur. Numri I kebabëve do vi duke u rritur. Ç'është e bëhet më plak, do rritet. Pastaj është shumë e thjeshtë, ata gjermanët që ankohen për këtë gjë, mjafton të bëjnë 4 kalamaj secili, edhe mbaroi muhabeti. Po ku Po ata tan si fillim. ata bëjnë si Ta qenëra, s'do të bëjnë bëjnë fëmijë. I Ta ke s'do të parë bëjnë ata fëmijë. që bëjnë ato protesta që sillen si qenë, si mace, si. Çfarë? Po këta që identifikohen si qenëra, bur. Furious. Furious. Edhe ti thua të bëjnë 4-5 kalamaj ato. ato. Është identiteti I tyre. Është identiteti I tyre. Ç'është ky paragjikim? Paragjikim ky nuk lejohet në podcast. Jo, normal që nuk lejohet, po unë kam problemin që këta shkojnë deri në farpike me këtë. Se përderisa ai identifikohet si qenë, unë qenin edhe mund ta shtyr në makinë plan. Po jo, se shtyp në makinë ti. Po shtyp më. Provoj bëj Gjermanit. Do haj gjob më, do haj një gjob. Po të shtypësh si qenë në makinë, do haj gjob. Jo, do futesh pul. Po më. Varet, ja do futesh 1 vit, 2 vite, sa do futesh? S'do futesh 25 vite, s'do futesh burgim pres. Po vrave njeri më plan. Po vrave njeri. Po ajo është qenë më, identifikohet si qenë. Okej, po nuk e ka qenë pasaportë ai zotëria. Ka njeri. Por që ku po shkon kjo botë, ajo kënga sa vjen me më shumë kuptim domethënë. Silli meteoritin. Duhet një meteorit. Po pra, po problemi është se meteoriti nuk I selekton, meteoriti po erdhi e bën. Po tani çau, u pa puna, variles. U pa puna, s'kemi çfarë të bëjmë. Ore, unë prap ajo ku s'bia dakord me ty, është se mua më pëlqen shumë ideja jote që duhet e drejta e votës të fitohet, por s'jam dakord me ty që thua unë nuk shkoj të votoj. Do me thënë, unë kur shoh njerëzit në për rrugë ose në për punë ose kudo, them duhet që e drejta e votës të mos jetë garantuar, të jetë e fitueshme dhe e humbshme. Po ata që e kanë ama do ta kenë me detyrim që të shkojnë të votojnë. Ose të shkoj ku tjetër shtëpia, ne këto janë detaje. Po nuk është e drejta, ke detyrim vote pastaj. Po, detyrim vote. Ai që ka fituar të drejtën, që ne do vendosim pastaj. Kam të drejtun të abstenoj. Kam të drejtë brenda detyrimit që të abstenoj, të vendos një X aty. Po. Po ajo quhet vot. Nëse shkon voton edhe vën një X e bën 8 në pavlefshme se që prap vot quhet. Okej. Tani pyetje që kam unë. Po. Si bëhet që un kam në 70 vite? Po. Sa I bën? Në luftën e dytë botërore se bie 7 vite, diçka e tillë. 79. 80 vite. Po. Në fundin e luftës së dytë botërore. Nëse kam 70 vite. Po. Provash që kjo gjëja që ne I quajmë demokraci, gjithë ky sistemi, gjithë kjo gjëja dështoj. Është dështim total. Po na jep ide më të mirë pra. Ore, ti ideja ime, idetë e mia janë tjera, po
Po pra ma jep për këtë punë jemi këtu Unë dojnë diktator, plak. Unë Po dojnë tani diktator. Nesër, kush ta zgjedhë diktatorin? Ose Trumpi nuk ishte diktatori që duhet ishte. Na duhet një diktator. Po kush duhet jetë? Kush duhet ta zgjedhë? Për sa kohë duhet jetë? Duhem këto detaje që ta gjykojmë, që mos ta paragjykojmë. Diktatori zgjidhet vetëm duhet të zgjidhet në Amerikë. Pasi zgjidhet president zotria, Po, thot duhet nesër, të vetë zgjedh diktator. po, thot nesër, në fjalimin e tij, hapës, që kanë Po. fjalimin e shpalljes pasi zgjidhen ata zotëri, që Po. çfarë thashun fushat janë kod do bëjnë këto gjëra. 1, 2, 3, 4. Po. Çfarë bën ai zotëria që në atë moment e që shkrim automatikisht Federal qa Reserve. është. Po jo më çfarë, po atë se po e shekota, atë nuk e shkrim, atë nuk e shkrin tot atë. Atë duhet probleme shumë të... O, e pe atë videon që dërgova atë tipit? Po, që ngecë të pyetja. Po, e mori vesh kush ishte ai një tani. Qa ishte, një drejtori i bankës, i Federal Reserve, çfarë? Jo, a ishe këshilltari numër 1 i Bideni, presidentit Amerikës për çështje ekonomike. Ngeci. Nuk ishte në gjendje të shpjegonte se si funksionon gjithë procesi i borxhit të një shteti modern. Nuk e kuptonte zotëria më pra. Zotëria nuk e kuptonte si funksiononte borxhi. Truri i tij vajti në tilt. Brain.exe stopped working. Nuk e kuptonte do zotëria si funksionon borxhi i një shteti. Nuk e kuptonte që borxhi është thjesht lek i printuar na hiç. Një ditë po shikoj një dokumentar në YouTube që kishte filluar kjo puna e printimit që nga 70 e caja, kur ai presidenti asaj kohe kishte vendosur që të mos kishte më limite gjëra të tilla për prejen për printimin e paras, domethënë. Edhe që nga ajo ditë Federal Reserve kishte marrë për kod, domethënë, edhe po si kanë fare Federal, nuk po ç'lidhje kanë ata më pra tani se më vesh unë. Ata e vendosin se tani ato çfarë vendosin ata? Po se kjo Federal Reserve buxhetin e vendos shteti Amerikan, e vendos kongresi, po me senati më pra. Po këta Federal Reserve. Unë kam kaluar atë, e kam kaluar edhe unë atë periudhën me Federal Reserve, me teori konspirative. Okej, po tani kjo që dëgjova unë, ta thonin që Federal Reserve, përdesa nuk ishte aq e varur nga shteti, edhe nuk është se jepte drejt për drejt shtetit lek, kjo merreshte me bankat, me këto kompanitë e mëdha, me këto korporatat që kur falimentonin ose kur kishin nevojë për lek, përplaseshin te kjo, që vendos normat e interesit, vendos gjitha këto me radhë. Edhe po si vendos kod na hiqja ajo më plan. Po më lidheshin të drejtorët e këtë shtyre, pa edhe e vendosin. Nuk është e vendoste qeveria ose presidenti. Shikoj tani. Për kohë time, kohë për fiksim, ti studioj atë dokumentarin që pe, kush është mbrapa dokumentarit, edhe çfarë historie kanë ata njerëz. Problemi nuk është federalizar, problemi është shteti. Se këto vendet e tjera që kanë banka, jo qendrore, kanë banka të ndryshme, është same shit. Nuk kanë Federal Reserve, kanë një bankë Shqipërisë ose Ministri Financash që bën të njëjtën gjë. Siç është Kosova për shembull. Çka ka Kosova? Jo, Kosova është s'ka kështu. Albini është akoma? Po Albini është kryeminist, kishin të pjesa e bankave. Jo, ka, po nuk printon, nuk ka lek të vet, nuk ka monedhë të vetëm, domethënë, nuk printon lek. Po se s'ka monedhë vetë, ka euro. Po çfarë ta printoj ai shkreta? Po. Por që Albini vazhdon, Albini po mbahet akoma. Okej. Federal Reserve vendos normat e interesit, jemi dakord ne. Po. Po Senati i Amerikës bashkë me Kongresin, bashkë me presidentin, gjatë Covidit, krijuan 40% të parave në qarkullim të 100 viteve të fundit. Për 2 vite. Po. Nuk i krijoi Federal Reserve këto. Krijoi shteti Amerikan. Po,
Federal Reserve nuk ka ndonjë përgjegjësi në të pjesë? Përgjegjësi kanë ata më plak. Përgjegjësi kanë ata. Përgjegjësi Ka zero përgjegjësia e tyre vetme është që ata të vendosin normat e interesit. Kaq merren. Ata vendosin normat e interesit me bon. Tani kanë përgjegjësi të tjera, ato po nuk bëjnë llogari këta. Nuk bëjnë llogari këta analiza o ti thonë çfarë llogarie mo ty po të vjen Senati, Kongresi bashkë me presidentin dhe të thonë printo lek se na duhen lek. Ke dëgjuar ndonjëherë që thotë joj? Do e studiojmë këtë, edhe në podcastin e radhës do të jap një përgjigje më specifike për këtë domethënë. Po çfarë lidhje ka mo? Në qoftë se, okay, në qoftë se normat e interesit. Ky dokumentari që un pash, se un s'para bindem kaq kollaj, ishte çik bindes me këtë pjesë domethënë. Se ai ishte fakt Federal Reserve. Po, okay. Po të shikosh ta dokumentarit, kush është brava dokumentarit, do shikoj që ta e njerëz që besojnë se shteti, se ka fajin shteti, ka fajin Federal Reserve, e kanë fajin bizneset e mëdha, bilionerët, këta gjëra. Nuk e ka fajin shteti se kush se na dolën këto lekët, kush i kërkoi këto lekët, kush i dha këto lekët dhe kush vlerësoi lekët e gjithë shtresët të ulët dhe shtresët mesme, nuk e dim ne. Kush e bën raportin e inflacionit vit për vit? Kush vendos sa është buxheti, kush vendos sa është borxhi? Po Google-on tani. Jo, po mendoj gjëja të Frontline PBS e ka kanalin YouTube. Nuk veti. Është një kanal modest, por që ka goxha të lezetshëm. Por nëse për këtë, më të them ta jap përgjigje në herë tjetër, ta thash. Okej. Për këtë pjesë. Se do kemi përgjigjen pjesën e Federal Reserve-it të. Okej, do kemi përres me teori me Illuminati, me trekançin me ju. Jo, s'kam lidhje me ata, po. Thjesht pjesa, nuk merrem shumë këto teori to. Shikoj një tangente shumë të bukur. Se mësova që parë që në New York është një kabull, është një tek field që kalon midis pallateve. Që thot, çfarë bëre me kufjet? Se dëgjoj zërin tim. Se nuk më pëlqen as dëgjoj zërin tim se është i shëmtuar. Olo. Mo pra. Okej, tani u rregullova. Po më thoi që në një lojë dëgjove që? Jo po dëgjova në vendin e shoj në Twitter. Mësova një gjë super. Çfarë mësove? Ne ka parasysh që çi futet e brend të shtunën, se ata kanë rregullat e tyre të shtunën, duhet dalë nga shtëpia, nuk duhet përdorin pajisje elektronike, gjëra kështu jashtë shtëpisë. Po ti maja për musliman. Po si ata kanë shtunë ka sabat. E di. Tani ata kishin për të quajtur brenda shtëpisë dhe për të lëvizur të shtunave, se kishin brenda rregullave që duhet të jetë një vizë për një rreth ose një gardh diçka e tillë, që brenda kësaj ti mund t'i bësh këto gjërat. Ata kishin vendosur një tel në gjithë New Yorkun, se New York ka shumë me brej, kishin vendosur një tel që kushtonte $100,000 në vit vetëm për të mbajtur ky teli, që ata të quanin brenda rregullave të tyre që ishin brenda shtëpisë, edhe të bënin, mund të vazhdonin të bënin jetë përditshme. Kjo është një ndër arsyet pse feja nuk është lajsh. Nuk hyn në shihet. Feja është thjesht një bazë rregullash më pak tani. Se problemi është që ne e gjykojmë fen se do mbrojmë fen. Në bazë të njerëzve që Jo, ne e gjykojmë fen me shikimin ton për momentin, kur ajo është të paktën fet kryesore janë krijuar para mijëra viteve. Dhe në atë kohë, të themi atë që është neve, këto libra ishin risi, këto rregulla. Ta lëmë një Zotin, beson në Zot drejta. Po nëse ti jetoje sipas këtyre rregullave,
Ishe njërisi dhe ti ishe një hap shumë më përpara se pjesa tjetër e Po, më jam dakord me shifet, shoqërisë. unë e them gjithmonë që pavarësisht se nuk besoj, i kanë bërë një shërbim të madh njerëzimit, i kanë dhënë një set Po rregullash tani ma, po nëse ti je fetar deri në një far pike, ti je njeri më i mirë se një ateist. Mos ja fosin kotën. Jo, këtu Po si, jo, mo, po ata jo. furit që shikove çipetin në Gjermani nuk janë besimtar. Po s'ka lidhje, mos sa besimtar, po ata që kanë në Siri janë që luftojnë, ata besimtar janë ekstremi tjetër i gjës së historisë. Po ti masi me numra njerëzish, ne? Se do themi detaj tash se do shta kam i shumë ateistë sa besimtar. Po kjo, mirë, okay, do rikthehemi, po vetëm një detaj të vogël, se më kujtove këtë gardën që bën çifutët, në gjove ditë me muslimanët që kanë që të premten kur ti shkon në xhami, çdo hap që ti hedh për të shkuar në xhami, nuk e di sa kështu mëkate të falen, sa gjunafe të falen. Edhe këta thonin që ishte një si tip shakaj, domethënë që përdornin që unë i bëj hapat e vegjël atë ditë që të më falen më shumë. Më shumë gjuna. Sa mëkate ke bërë gjatë javës, po? Sa mëkate mund të kesh bërë? Ja, më ishte thjesht ideja, domethënë që çfarë gjë është pikin njerëzit, domethënë për po. Por që unë te kjo shërbimi që bën fe, jam dakord që i ka bërë goxha shërbim njerëzim, edhe vazhdon të bëj. Për disa njerëz e kanë nevojshme, ato rregullat morale kanë nevojë për një forcë ose diçka tjetër që t'ua shpjegoj, që t'ua thotë, që t'ua imponoj. Por që nuk është domosdoshme e shoh. Ky është mendimi. Si, është përmirësuese do thosha. Ka qenë shumë dikuse, shumë e mirë, po për momentin nuk është domosdoshme. Shikoj tani. Problemi është se evolucioni funksionon atë në një mënyrë të tillë që na sjell disa pasoja të paparashikuara ne. Dhe pasojat e mungesës së fesë, e mungesës së Zotit, janë ata që petin në Gjermani. Tani këta personat ateistë, si do e zgjidhësh problemin e këtyre ti, si një ateist? Jo, po tani, shiko, ti po i hoqe fen njerëzve, njerëzimit, çfarë do të feja domethënë. Ti duhet të japësh një guideline domethënë. Kemi dhënë guideline tjetër, ja ka dhënë Marxin, Hegelin, e shteti. Po jo, ai është tjetër lloj guideline. Jo, ai shteti kemi guideline tjetër në shteti. Okej, po shteti. Tani shteti ka treguar që është i dobët në menaxhimin e këtyre njerëzve që është i eficient si bukur. Atëherë, ose do përmirësojmë shtetin, ose do vëmë atë diktatorin që thua ti. Na duhet diktator, na duhet një monark. Duhet një diktator që të vendosin rreshtore. Po të vëmë diktator, s'na duhet feja. Po përmirësojmë shtetin, prapë s'na duhet feja. Këtë them unë. Të mendim kam unë. Po si do përmirësoj shtetin pa pasojave, pa incentivat? Se njerëzit funksionojnë me pasoja dhe incentiva. Ata që punojnë për shtetin. Dëme do kesh sa duash në çdo lloj mënyre, se edhe po zgjodhe rrugën e fesë, do kesh njerëz që do zgjedhin ekstreme në fesë ose njerëz që do i bindën fesë, do ketë pasoja, do ketë. Po mund të kuantifikojmë këto dëme ne. Këto dëme ne mund të kuantifikojmë me shifra. Edhe mund të hapim një Excel dhe të llogarisim të gjitha këto gjëra. Po edhe me këtë rrugën tjetër e bën, e kuantifikon. Tani varet si del numra, si dalin sasitë. Ore, kod përfiksim. Hamo. Kod përfiksim. Ti e ke studiuar ndonjëherë dhunën që ka qenë në gjysmën e dytë shekullit kaluar në vendet komuniste. Llojin e dhunës. Ose minimalisht llojin e dhunës që komunistët kanë përdorur në Francë, në Gjermani, në Spanjë. Spanjë. Ore, unë se mendoja ndonjëherë që do isha simpatizant i Frankos. Po ata kanë përdonuar murgesha më plakani. Në mes të sheshit. Kanë përdonuar murgesha pafund. Shiko, për ne them që komunizmi ka sjell ato diktatura që thua ti. Fëmijë. Po mirë murgesha, hajde dhe fëmijë. Ishte diktatora jam. Ore,
Po jo më plak se të gjitha mendon ishin komunistë. Ore kot për fiksim. Po, te ai diktatori që thua ti që neve na duhet, ai solli këto. Okej, jam dakord me unë plak, jam dakord. Po ta vesh re gjithë historisë njerëzimit, momentet kyçe ku njerëzimi ka imagjinoje zhvillimin e njerëzimit si një chart të bursës. Po ta imagjinosh, kështu është me se duhet një pamje vizuale. Edhe po ta shikosh, ne jemi në rritje, ulje, siç vazhdon charti, pastaj vjen një diktator edhe ka një rritje konstante. Rritje të kujt? Rritje të zhvillimit njerëzimit përgjithësi. Po? Vdes diktatori edhe vazhdojmë prapë me këtë ëndër. Po gjatë uljeve dhe ngritjeve, ne kemi disa degenerime morale dhe disa pasoja të paparashikuara. Që nuk i duke qenë se janë paparashikuara, sistemi në fjalë është i paaft i zgjidhë këto gjëra. Derisa të vi prapa diktatori tjetër, që të na tërheqi drejt saj rritjes. Por na duhet një diktatori fundit. Është si ajo teorema që thotë që burrat e fortë krijojnë kora të mira, korat e mira krijojnë burra të dobët, burrat e dobët krijojnë kora të këqija, korat të këqija nxjerrin diktator. Korat Do gjen diktator ti thua që po ky diktatori do shmangi to degenerimet që thua ti, po do sjellë ato degenerimet e tjera më që the që parë. Do shikosh ato vrasjet, do shikosh ato përdhunimet, do shikosh ato dhunën. Po jo, nuk i bën dot ato në këtë periudhë më. Si bën më? Po nuk i bën dot më. Po mirë, s'do i kesh ato lloj dhunash, s'do i kesh ato vrasjet masive për shembull, ose ato varet masive që hapin toput. Do i kesh lloje të tjera. Ty të ndodhi para 3 vitesh pandemia. Çfarë ishte ajo? Nuk ishte dhuna ajo. Ajo ishte punë vetë. Çfarë ishte ajo? Një lloj diktature moderne ishte. Tanqet që dolën në rrugë, mitrolozat. Luftohet koronavirusi me tanqe. Nëse, ai Covidi ka nevojë për një seri podcastesh më vetë. Covidi është. Po kam bër goxha. Edhe më forta po gjoja para ca ditësh që AstraZeneca, kjo kompania britanike, domethënë që prodhonte vaksina, kishte bërë një settlement, kishte rënë dakord me një palë paditëse, që kjo pala paditëse ishin disa nga këta persona që i kishin bërë vaksinën, edhe u kishte paguar këtyre disa miliarda dollar dëme, domethënë, për dëmin e shkaktuar, sepse kompania kishte pranuar që vaksina mund të shkaktojë trompoza. Teoria ime është që meshkujt e ri në mosh janë grup mosha më sakrifikueshme moralisht për shoqëri ku jetojnë. Se po mos ishte kjo, nuk ishe shans që pasoja të kishe çdo grup mosh tjetër, edhe të vazhdoni me vaksinat. Problemet ishte se ata që kishin pasoja më të mëdha në vaksinat ishin njerëz, ishin meshkujt e ri. Se nëse do të kishe pasoja femra për shembull, ishte problem vete. Nuk kishe vazhduar. Se feminizmi, femra. Kur e mendon ama shumë pak femra kanë vdekur, edhe nga vaksinat edhe nga koronavirusi. Jo, më ka vdekur femra pafund nga Covidi. A do të shëndosh? Po nga vaksinat? Jo, më pak. Shumë pak. Problemi ishte te meshkujt. E te meshkujt e rinj. Interesant. Po është bashkë me këtë teorinë time tjetër që pleqt. Ti dhe mendimi jot për pleqt më pleksa.
Po tani se ne sakrifikuam rinin për pleqërin tani. Gjatë gjithë jetës tonë, të paktën ne sa mbajmë mendun, ka qenë konstante kjo që prindrit dhe gjyshrit tanë po sakrifikonin për neve. Po. Dhe kjo është në gjithë vendet e tjera. Nuk është se është vetëm Shqipëri. Problemi është që kur vjen puna, kur ndodhi për të parë kjo, është e vërtet apo s'është e vërtet kjo gjëja, do t'je kundërta. Rinia sakrifikoi për pleqërinë. Se ajo e vetme statistikë konstante gjatë gjithë Covidit ishte që mesatarja e moshës së vdekshmërisë ishte më e lartë se sa vdekshmëria normale. Kjo ishte konstante gjatë gjithë Covidit. Dhe ne sakrifikuam të rinjt, se vetvrasjet janë rritur në gjithë botën për të rinjt, sidomos për gocat nuk vojtën në vaksina, po vojtën në vetvrasjet. Sakrifikuan fëmijët, të cilët nuk kanë humbur vite të zhvillimit të tyre. Krizë botërore, u shvlerësua çdo lloj monedhe me 40% minimalisht. Për 2 vite gjithë bota, ose minimalisht shumica e botës, u alkoolizuan, hëngrën, u dhjamosën, u alkoolizuan dhe u droguan pas telefonit. Vetëm që të shpëtonin, vetëm që të kursenin nja 3 vite jetë më shumë neve, na pleqt. Tu dalim prap te drejta e votës, te diskutimi joni parë. Tani te kjo e drejta e votës, sipas mendimin tënd, çfarë kriterësh duhet të ketë? Po, ti nuk punon për shtetin. Po. Drejta e votës është shumë e thjeshtë. Po. Kriteri kryesor është që ti nuk duhet të jesh një net pozitiv për shoqërinë. Një net pozitiv do me thënë që ti nuk paguesh me taksat e të tjerëve, edhe nuk merr asistencë. Çfarë do lloj asistence na shteti? Po, se ka kuptim se ide do të jesh objektiv përderisa po. Që na për kufizimi ti, nëse ti merr asistencë, pension, punon për shteti, paguesh me taksa, se tek ta që paguajnë taksat në rroga e tyre shtetit, i paguajnë gjithmonë në taksat tona. Ta personat janë by default që na për kufizimi një net negativ për shoqëri. Se gjithë kjo është një ekuacion matematikor. Ta janë një negative. Kështu që këtyre personave u hiqet automatikisht e drejta e votës. Të gjithë personat që janë të vetë punësuar, punojnë, ose ka një biznes, automatikisht, dhe në qa moshe të duash ti? Ka 0, ra 15 vjeç e lartë. 15 vjeç e lartë. Nuk e zgjidh atë blerjen e votës, nuk e zgjidh prap. Po ke përgjegjësi ti për blerjen e votës. Një sekond tani. Po si mos e zgjidh këto? Si se zgjidh këto blerjen e votës? Nuk e zgjidh, mos e ai të premton ty, thot ti, okay, ti përderisa të ke drejt votosh, domethënë nuk po merr as asistencë, as nuk ke përfitime nga shteti, ai thot voto për mua dhe nesër do kesh to përfitime. Kush do më thonë shefi i mua? Jo shefi mua, ai ta ulan balla. Po ta ulan balla, çfarë përfitime do kem unë si biznesmen, për unë do kem për okay. Edhe një. Unë ta ulan balla si politikan e zëmë të rast. Unë do kem përfitime. Mos e shaj shumë ta ulantin. Po marrim pjesë në ta ulantin. Unë do kem përfitime në punën time, në biznesin privat. Si e gjej? Hajde nesër do futesh në shtet më. Po s'dua unë të futem në shtet më, s'kam të drejtë vote unë pastaj. Po mi po ti votoj një herë, pastaj drejtën humbe pastaj më, s'ka gjë, po votoj një herë tani. Ore, po mi po do ndodhi një herë, po pastaj s'kam më të drejtë vote unë. Pastaj këta persona që kanë të drejtë vote nuk do votojnë
nuk do votojnë kundrejt interesit të tyre momentan. Se problemi është që ne nuk kemi si shoqëri, si njerëz në përgjithësi, jo vetëm Shqipëri, gjithë botën, nuk është se bëjmë një llogaritje afat gjatë ose afat mesëm, e bëjmë gjithë afat shkurtër me emocionet e momentit. Tani, ata që punojnë shtet, okay, ti thua këta po korruptohen. Unë që punojnë privat, nuk kam pse e jap fotën taulantit, kur taulanti do më fusi 300.000 veta në punë, do mi marrë lekën në taksat e mia. Edhe një sekond tani, se është imperative për gjithë të sistem që persona paguajnë taksat e tyre. Jo si funksionon tani që mi paguan kompania taksat mo. Taksat i paguaj vetëm. Do vete kompania të paguan në emrin tënd. Jam dakord që i paguan vetën tim, po unë nuk kam lidhje direkte me gjithë të proces. Unë nuk e di sa paguaj. Po ti do që të çmendesh amerikanët që të bëjnë ato taksat. Unë duaj që të shikoj taksat. Duaj që gjithë njerëzit të shikojnë sa taksa paguaj. Po ti shikon tani, më pyr në Albania, shikoj. Po jam dakord më plak, po është tjetër të shikoj në Albania dhe është tjetër të vetë të paguaj me lekët e mia. Është tjetër gjë që unë i kam lekët, po pyet anket, se duan anketa në gjithë botën. Pyet të gjitha personat që janë dy punësuar. Tani, këta personat, logjikisht mendoj unë, që këta personat që janë të dy punësuar, ne si shoqëri duhet i mbajmë në pjedistal. Se këta po punojnë më shumë se 8 orë dita. Me këtë jam dhe unë dakord më po. Ne i bëjmë të kundërtën. Po, kam dëgjuar ca debate lidhur me këtë dy punësimin, se ka shumë shtete, edhe Gjermania për shembull ndër të tjera, e ka që dy punësimin e traton shumë. Shumë domethënë. Po është idiotlik më plak. Po Gjermania është vend, shikoj tani, gjitha këto vende kanë zero zhvillim. Si mund të zhvillim Gjermania? Ore, kanë zero. Këta nuk shpikin asgjë më plak. Prandaj them unë protektoriati i Amerikës akoma sot e kësaj dite. Ta zotëri nuk shpikin asgjë. Këta harrojnë gjithë bota harro me shpiket e Amerikës. Po të kishin embargo në qofse Amerika nesër vendos që shpiket e saj t'i patentoj, kompanitë e saj mos punojnë gjithë botën, bota vdes. Po vdes dhe Amerika, mos Amerika i shet ato, nuk është se ajo falës. Ma jam dakord, okay, po vdes dhe Amerika, po gjithë bota tjetër vdes. Do dalë njëri do shpiki gjë tjetër obur. Amerika mos kujtoti se është ajo perandoresha e mirë, ajo zvana e mirë e Malit. Është as e mirë e keqe, është më e madhja në historinë e njerëzimit. Kema, po, e kishin të dy punësimi. Po, të dy punësimi, po, është idiotlik tani, më fal mua. Ky personi nuk ishte aq idiotlik. Pse? Ma fal, ma shpjegoj psikologjik në këtyre personave. Se unë edhe jam i kundërt kësaj tatimit për dy punësimin, domethënë, edhe kisha qejf të dëgjoja ca argumente pro të tatimit. Edhe u futa ditë gjova në YouTube, edhe ishin ca tipa, edhe ta argumentonin me këtë që ti nuk është me karakter ekonomik, nuk ka logjik domethënë kjo si tatim, po arsyeja pse shteti e vendos, ka shumë shtete që e bëjnë, është për punë shoqërie domethënë, për të ardhur në ndihmë shoqërisë që ti mund të jesh shumë i Zotit, domethënë një javë. Përsërit edhe një se iku linja. Okej, atëherë po thoja që arsyeja pse shumë shtete praktikojnë të tatimin e lartë për këta të dy punësurit, e thonë edhe vetë ta ekonomistët që nuk ka arsye. Mo, po të marrë telefon. Keq. Më gjën më. Tani po. Mos e kush na.
Jemi live prapë. Po, Edhe linja në studio. po thoja që arsyetimi që përdorin ta ekonomistët për dy punësimin ishte nuk ka kuptim logjik, nuk ka kuptim ekonomik, domethënë, nuk i jepnin dot arsye ekonomike, po ishte karakteri social i shtetit, domethënë. Shteti për të mbrojtur disa kategoria. Ky ishte arsyetimi që përdorin këta, domethënë, se si logjikë ekonomike. Cila kategori po mbrohen këtu? Po se këta thonin që nuk ka logjikë ekonomike, nuk ka logjik financiar, domethënë ose logjik numrash. Kjo se ti po tatoni njëri që po punon në plak, sa ai ka net shumë pozitiv, domethënë. Sa ai vjen nga një punë tjetër, po punon, çon si ka çalli punë, ai punon, nxjerr rrogën, nxjerr lekët, gjitha me radhë. Mirë po, shteti, karakteri social i shtetit e donte që ai të stimulonte që gjithë ta kishin nga një punë, që mos i merrte, mos i hynte në hak njëri që s'kishte asnjë punë. Aha. Edhe kaq domethënë. Ky ishte argumenti im në këtë. Domethënë, kaq arrita të kuptoja unë që ishte argumenti kryesor i këtyre që mbronin këta. Po, nuk ka akoma s'ka asnjë argument, domethënë. Ç'a karakteri social? Ç'a morali social pas ka shteti në këtë pikë? Po pra se këta argumentojnë me arsyen që njerëzit duhet të kenë nga një punë, edhe ky që është i dy punësuar, ky do avancojë më shumë, nuk është se ishin shumë të qartë domethënë kjo pjesa, po domethënë si që të qartë fare. Jepnin të arsye që apo duhet ai do nuk e më fiks domethënë cilat ishin fjalët që ata përdorin domethënë për ta mbrojtur këtë, po kjo ishte domethënë që gjithë do ta kenë nga një punë, shteti do të garantojë që gjithë t'u japi të drejtën në një punë, një gjë, domethënë të kishin të ardhur. Po shteti nuk garanton asgjë, mund të thjesht shteti të garanton. Po shteti stimulon që ti mos bësh dy punë pra. Po shteti të stimulon që ti mos të zhvillohesh. Këtë po thonin pra që e dinin dhe vetë që nuk ka arsyetim logjik, nuk ka arsyetim financiar kjo pjesa. Okej, domethënë pas ka të drejtë unë. Ta persona që kishin argumentimin ndryshe nuk kanë asnjë argumentim logjik zero, logjik ose financiar. Nuk përse kanë moral në një moral që nuk din ta shpjegojnë. Edhe unë prandaj edhe para se dëgjoja këtë e kisha mendimin kundër kësaj taksës për dy punësimin dhe vazhdoja ta kem edhe mbasi dëgjova këtë. Po se që idiotlik më plak tani. Totalisht idiotlik. Po se ka plot njerëz për shembull që u jepet mundësia nuk punojnë, e ka njerëz që duan të punojnë, u duhet të punojnë. Okej, më plagu. Okej. Jepi të drejt, jepi 2 vota këtyre që punojnë 2 punë. Ati që s'punon, 0 vot, nuk e vot më plak. Ta bëjnë si aksionet që ke saktë. Po, më me aksionet. Ti hoqëm aksionet, me pikë. Se ne me pikë është gjithë sistemi jonë, pavarësisht se ne nuk përdorim pikë, me pikë është gjithë sistemi jonë shoqëror. Kina. Po Kina e ka më të sofistikuar, e ka më të kuantifikuar si sistem. Po dhe ai sistemi në Kinë nuk është se funksionon në gjithë Kinën, se Kina është shumë e madhe, se pavarësisht se çfarë shikojmë ne që këtu, ai sistemi mund të funksionojë në gjysmën e Shangajt. Nuk funksionon dot në gjithë Kinën, gjithsej sistem që kanë ata. Është pa mundur për gjithë Kinën që të kontrollojë çdo gjë. Nga 21 i Shangajt deri në brylin e Shangajt funksionon. Po, deri aty. Por që se nuk ka se bën ndryshe. Është ide e bukur dha ajo domethënë për të implementuar domethënë me implementu këto shqipe. Sistemi pikëve. Po kush do jetë këta që do vendosin sisteme pikëve, se po të vendosin tani. Ka persona që do vendosin pikët. Po kjo është gjithë pyetja që ka mundu njerëzimin pra. Tani njerëzimi domethënë njerëzimi është kot e hiq dorë nga njerëzimi ti më plak. Po tash njerëzimi me njerëzimin do merremi me njerëzimi nuk është njerëzimi është më po hiq dorë nga ideja që ka njerëzit për njerëzimin. Njerëzimi është më i keq se sa mendon njerëzit. Është shumë i keq. Është shumë pastar. Okej, pra po. Shumë i ligj. Kush do vendosi për këtë njerëzimin, pra që çfarë do bëhet me këtë njerëzimin? Njerëzit vet. Po njerëzit vendosin. Planimin ose mos planimin e tyre gjendjen shoqërore momentane. Po të gjithë njerëzit me njerëzim.
Shumica e njerëzve. Po kush do vendosi kush është shumica, kur bë shumica, kur bë pakica? I bie që do votojnë gjithë. Shikoj tani, teknikisht vendos pakica, gjithmonë ka vendosur pakica. Vetë vendos pakica, domethënë. Po. Pakica vetëm, ose shumica është dele, që delëro. Po. Edhe kjo është konstante në çdo vend të botës, nuk është se vetëm në Shqipëri. Po në çdo vend, Është konstante në çdo çdo vend sistem të botës. qeverisje është e njëjta. Tani kod për fiksim, për podcastin tjetër, studioj një, merri kompanitë më të mëdha në botë, ose kompanitë, mos merr BlackRock tani, se nuk është kompani BlackRock, kompani që krijon inovacione, minimalisht teknologji. Shikoj këto kompanitë dhe shikoj ku ndodhen këto, na kanë lindur këto kompani. Kanë lindur në Amerikë apo kanë lindur në gjithë pjesën tjetër të botës? Po mi tash ky arsyetimi jot domethënë qëndron deri diku se ti po merr Jo, qëndron në 51% të rasteve. Po për të thënë, 51% të rasteve. Edhe më shumë, po qëndron në 51% të rasteve këto vitet e fundit, po ti merr historinë e njerëzimit 2-3 mijë vite të fundit. Po, ata janë perandori që na lufta e dytë botërore, na lufta e parë. 70 vite pra kenë. Okej, më plak, po ka që janë perandori ata, nuk është se ishin më para u zhvilluan ata që Po ti për të marrë një vendim për njerëzimin, ti për të marrë një vendim për njerëzimin, do të studiosh çik më gjatë. S'mund ta marrësh ti vendim. Po këtë njerëzimin, ore, po ne po gjykojmë njerëzimin momentan, se nuk kemi lidhje ne me njerëz, shikoj tani, se është me këtë do gjykojmë veten tonë. Me Romën, me Grekët, me Mesopotamët, me Egjiptianët, me Romën. Po çfarë, me Kinezët, me Inkasit, me këtë do studiosh. Me Indianët në Amerikë, apo me aborigjenët në Australi. Sa për info, aborigjenët kanë IQ më të vogël në historinë e njerëzimit. Po, ama me duket sikur se kanë luftu për shembull, se kanë bënë një rezistencë nuk e të mua. Kush? Këta indianë të Amerikës. Ka luftuar ata, po ata luftonin me shigjeta dhe me kuaj, ata kishin pistolet. Po nuk kishin shumë të zhvilluar si ide. Po nuk ishin zhvilluar se ishin fise këta më plak. Shikoj tani, problemi është se këta ishin fise të ndara me njëri tjetrin. Nuk është se kishte një qytetërim indian. Nuk ka pasur asnjë qytetërim indian në Amerikë. Kjo është po. Këta ishin fise të ndara. As duhet ta kishin bërë ta një qytetërim. Po qa do bëjnë gjë? Po ti që nash. Na fuz të teori raciste fakt. Po qytetërim në gjithë në dy Amerika ka pasur Inkasit, Aztekët, edhe qytetërimi i tyre ishte i lidhur ngushtë me sakrificën drejt Zotit, sakrifikonin fëmijë të gjallë, i hiqnin zemrën, janë nxirrnin zemrën dhe i erënin Zotit të tyre. Edhe majat më ç'e bën? Edhe majat. Janë ata. Po aman ishin njësh në matematikë ata. Majat ishin njësh në matematikë, kështu që ne mbajmë çik lart si histori. Por aman sakrifikonin fëmijët e altarit. E kishin ta. Si vrisnin fëmijët dhe i çonin atje, po fëmia ishte i gjallë, përveç se të rriturve, femra, të gjitha, po këto i sakrifikonin, po kishin fëmijë të gjallë, që i çanin kraharorin, i merrnin zemrën, ja pusnin, edhe ja sakrifikonin Zotit të tyre. Po aman ishin shumë të mirë në matematikë. Kështu që duhet i mbajnë në pjedestal. Okej, po prap u shkatrua dhe ata çka. Okej, po nga ana tjetër, këta në Greqi edhe në Rom, ku ka lindur filozofia, etika, shumë gjëra, kishin orgji gejsh në mes të rrugës. Kështu që është një peshore që nuk e di këtë zgjedhësh.
Edhe kjo, Këto zgjidhjet. ide e bukur domethënë. Jo, Këto jo, zgjidhjet. me këtë i bie që nuk ka sistem perfekt, domethënë. Po. Problemi është se nuk duhet i vendosësh një gjykim moral. Domethënë që në fundit njerëzimi nuk është se ka përparuar domethënë në Njerëzimi ka përsis ka përparuar në çdo po s'ka gjetur pra në çdo aspekt të matshëm ka po s'ka përparuar. gjetur pra një sistem perfekt. Përderisa i vazhdojnë të ndryshojnë sistemet. Tani perfekta që na për kufizimin nuk ekziston. Sistemet kanë qenë gjithmonë më mirë. Sa për info, për fiksi. Studioja ndonjëherë ose lexon ndonjëherë ose diçka të tillë, çfarë mendimi kishin grekët në antikitet për demokraci si sistem qeverisë. Se nga ata doli. Nga ata doli, po ishte pak ndryshe demokracia në Greqinë e lashtë. Ore për sistemin, logjikën se si funksionon gjaja. Nuk është e donin. Që njerëzit çdo po, pse se donin? Po sa atëherë ishte e re, për shembull, sa ata kishin diktatura, kishin gjëra. Ore ata se donin se bën një llogaritje shumë të thjeshtë. Ata donin orgjit. Menduan këtë gjë edhe menduan këtë gjë edhe thonë, "Ok, shumica e njerëzve, të gjithë njerëzve do vendosin." Edhe pastaj thyen kokën dhe pa njerëzit. Pap që aty e kuptuan që ishte mendim i keq. And it was at that moment that he knew that he fucked up, si është ajo. I fucked up. Dhe mundësish mos ta kishin shkruar, mos kishte ekzistuar kjo në histori të shkruar demokracisë. Po, një feature e kësaj demokracisë mund të jetë kjo për drejtë e votës, që të jetë e fitueshme, e humbshme. Po. Mund të ishte një feature i bukur që mund t'ia shtonin demokracisë. Po. Se ideja është që ti për të drejtë, ti duhet të kesh incentiv, duhet të kesh dhe pasoja. Pasoja duhet të jenë direkte, se po s'pate pasoja ti për çdo gjë direkte, është e kot nuk mëson dot. Po s'pate incentiv për ta bërë një gjë, është prapë kot se nuk e bën në shumicën e rasteve. Kështu që të vetmi njerëzit që kanë incentiv me këtë sistem për të votuar, janë ata që punojnë për shtetin, Pensionistët, edhe një pjesë e njerëzve që kanë dopamin filozofike. Edhe femrat në moshë. Mos harrojmë gjithmonë demografike më të fuqishme të historisë njerëzimit, femrat në mes të moshë. Kam një përshtypje që s'do bëjmë dot asnjë podcast ne pa i shaj që kthejmë. Jo, po nice. I përshëndesim. Përshëndesim. Kush na dëgjon? Asnjëri s'na dëgjon. Po do na dëgjojnë. Nice. Ndryshojmë temë. Por që çfarë dërgova tjetër? Ore të dërgova atë tipin e Peti që të dërgova për atë çunin. Tipin nga ata. Një sekund. Pse s'ma hapet? S'ma hapet Ke WhatsApp. dërguar këtë për Bidenin. Ky tipi që e pyesin për lekët, Chair of the Council of Economics Advisors. Okay. Ke për Dylan Dennis. Këtë. Okay, po. Kush është ky? Na ilumino? Ku vajte më?
Ha, okay. Mo, nga vajte. Më dëgjon? Tani po. Okay. Ose kur i mbyllet ekrani me këtë aplikacionet nuk funksionon. Nëse Dylan Dennis ti je një personazh, është një wrestler, është personazh në Twitter, personazh publik, influencer, budalliq. Problemi është, ti e peqa kishe shkruajtur ai zotria? Po, e pash. Qa ishte për këto status të për këto të këtyre? Se tani s'më hapet një. Ore pa i kishe... Ha, s'ta hapet. Po ta lexosh ai kisha thënë. Po, se po i përgjigje një goce. Ajo gocja ka qenë keqiste në që quhet UFC, edhe tani ka OnlyFans normalisht. Normalisht ka OnlyFans. Ky po i përgjigje kësaj gocës. Se si që është Big Brother në Shqipëri, ata ti është bëjnë Big Brother për në internet. Në budalliqe pa sens. Ky po i përgjigje dhe po i thoshte ti e kurv, ke OnlyFans, ke burin, me vetëmi burr që të merrte ty është ai, sepse ai nda me të tjerët e budalliqe, po deshe tregoj njerëzve pse unë të kërkova aty ma fusje në bëth. Po ky ka tash pse e shante këtë? Ore, po ky se nuk ta shpjegoj dot kontekstin. Ky është një nga 10 personazhet më të bukur të vitit kaluar. Ç'ke që merresh me këtë? Ky bën si macho, pa ishi maf më plak, ishi maf se ka. Si shikon njerëzit Big Brotherin në Shqipëri? Po ti Edhe fermën edhe u shikoj. po ti nuk je për të bullizuar tash. Po ky ka një sekond, po ky nga qita, po historia e këtij është shumë e Po bukur. lajmë këto, po dhe këta Big Brother shqiptarë dhe histori të bukura kanë. Po jo, po kjo është në nivele shumë të larta. Po është nivele shumë të larta. Po që nga fjalia e fundit që ky pas ka thënë që you settled for him because I was just too smart to marry a whore. Ky duket që kjo s'e ka lënë ti, edhe ky tani po e shan. Ore ja ka lënë ajo për t'ia lënë, ja ka lënë ajo. Po nuk s'e ka lënë më pra. Okej. Nëse ideja ime është kemi ardhur në një pikë që publikisht para miliona njerëzve i biri botës që ka një figurë machoje, edhe që po shante që ka një OnlyFans, i kërkon kësaj të shpjegoj njerëzve pse ky i kërkoi kësaj që kjo të afuste në byth aty. Po këto E ky është macho. Po mua këto histori ke gjithandaj më. Pse vetë ai lart ti? Po ku i ke gjithandaj? Ku duash i ke? I ke në Shqipëri, i ke në Kosovë. Ku i ke në Shqipëri? Pse nuk e di unë Shqipëri në Kosovë. Se çfarë muhabet është? Ty ta kam lënë Shqipërinë në Kosovë. Se çfarë muhabet kujton se bën me Big Brother në shqiptar. Këto muhabete ose në atë kosovarin. Atë kosovarin kishte një pornostar biles. Kem Big Brother kosovarëve? Po me VIP Kosove. Edhe një ndërto? Kush i jep të kërë Kosova? Nuk e di, unë në shqipja në Instagram ku ndilin këto sopat, për reelsat. Por që ndër të tjera, këta në Kosovë kishte një pornostar kosovar që kishte punuar në zanat, ca kohë, edhe kishte një gocë tash së fundi, që një fëmijë. Tani është besimtare, the. Jo, s'kishte arrit akoma sa qiljet. Nuk kishte vërë si qiljet ajo? Jo. Edhe kjo pastaj ankoi që mua më njerëzit mua më bullizojnë, mua s'ma afrojnë. Se të priste kjo që... Po tani të afrojnë. Jo, po i sekond tani. Se kam një pyetje tjetër morale. Okej. Ti thua me të drejtë. E kam bërë këtë pyetje me veten time, por nuk kam ndonjë përgjigje. Jo, tangente. Jo. Mirë bën që nuk e afron, po ti e kupton by default që ti nëse i ri afër këtij personi, ti do jesh njëri më i keq. Po. E kupton ti, e kupton me instinkt. Okej. Pyetja që kam unë, se ne jetojmë në Shqipëri dhe në Kosovë. Se them shitjen. Po. Tani. Ne të rritur në Shqipëri në një farë pike ose të jetëson, sigurisht të vegjël. Dhe tani
Na ka ndodhur që të qëndrojmë afër njerëzve që janë marrë me drogë, që mundësisht kanë vrarë njerëz, që janë marrë me goca, kanë trafikuar goca. Edhe mundësisht i kemi edhe në rrethin tonë shoqëror. Jo, po kur ti nuk e di, ajo është gjë tjetër, po ti Jo, po e diti. Se kur je ulur në tavolinë me këta tipat, e diti me çfarë merret ky person. Po unë nuk e di me çfarë ulesh ti, Po po them kur nëse e di që një tip merret me trafikim qenies njerëzore dhe ulesh me atë në tavolinë, është gabimi jot pastaj. Sa goca, po një sekond më plak. Okej. Gabimi im. Po unë po të them që është realitet për shumë njerëz. Okej, po gabim për ata shumë njerëz. Po heqim aty drejt në botë. Okej. Po jo me qa konturi moral gjykon atë gocën ti? Kur ti duhet gjykosh veten tënde radh parë. Po dhe veten time gjykoj. Unë gjykoj atë dhe veten time. Po se shi. Okej. Po unë po them që njerëzit nuk e gjykojnë. Nuk gjykojnë veten e vet. Okej. Po gabim për ata njerëz. Nuk e gjykojnë veten e vet në këtë rast. Duhet ta gjykosh edhe vetë, jo vetëm për këtë rast, për shumë gjëra se. Pastaj ka dhe një statistik tjetër shumë të bukur. Se her pas here Pornhub nxjerr statistikat për kategoritë më të para në gjithë botën. Si janë futën e këtyre statistikave? Ore më të dalin në Twitter. Qa shikon në Twitter ti më plak? Ore po të dalin më plak po në Twitter, në Reddit të dalin në këto vende. Edhe po të shikosh për shembull këto vende të arabe, shikoj goxha punë ata mishma. Po e di. E di domethënë. Shikoj me të mbuluar. Po se ka edhe kategorisht. Me shumë gjë. Okej. Po tani këta njerëz që duhet të jenë më. Se Kosova për shembull është vend më musliman se sa neve. Po. Edhe Maqedoni. Këta persona që po gjykojnë këtë në vete, kur jam me veten e tyre që shikon, ata shikojnë veten dhe ata dhe vetëm Zotin. Kanë të drejtë morale gjykojnë këtë mikeshën. Janë kaq njerëz të mirë. Shiko, po me këtë, po ti nisesh me këtë premis, çdo njeri ka ato gabimet e veta, po kjo tani, jemi dakord. Kjo arsye pse kjo gjykohet më shumë është se kjo e bën publikisht, edhe kjo është një ndër arsyet që njerëzit e bëjnë atë gabimin që vjen e shikojnë pastaj atje. Se kjo është fabrika nga del kjo. Po kjo derisa ecin në Big Brother në Kosovar, apo nuk e di. Kushja, ku e diun po thjesht. Do pyetur ai shokun në Gjermani. Po do pyesim ku të kërkoj. Do pyesim fansin Chiara Ferrantes. Po do e pyesim, po nuk e ke ideja sa neti, po ishte ideja që kjo viktimizohet pastaj, o plak son për mendimin tim. Kam respekt deri diku për ta njerëzit, po respekt me kuptimin që ti o plak po e pranon që po i futesh një lloj fushe, një lloj rruge që nuk është se ka kthim pastaj mbrapa. Jo, e di që ka respekt. Po, okay, vazhdo. Po edhe që me kushtin që të mos viktimizohen, që mos bëjmë pastaj jo po unë se dije, jo po mua më detyruan, jo po plak. Duhet ta dish mirë që po i futesh kësaj rruge, do bësh këtë punë, do marrësh këto lek, mund ta bësh për kaq kohë edhe ik. Po mos më hajde mua pastaj më çaj veshët që jo po pse më shan ti mua, pse më bën moral ti mua, pse s'më pranon ti mua në tavolinë. Unë po kisha respekt në qoftë se ky personi do ishte person privat, totalisht privat. Po. Okej, ka bërë këtë që ka bërë, e ka bërë kur ishte gocere, ashtu e mendonte atëherë, lekët ishin të mira, të lehta. Edhe unë këtë po them. Tani e ka kuptuar që është gabim për qenin e saj. Si ka kuptuar puna e saj, mua s'më intereson. Po, okay, nëse puna e saj. Po ti në qoftë se je privat, se për shembull nëse këtë personin ti nesër e takon në rrethin tënd shoqëror, edhe ajo të thotë që unë kam qenë promonstare, po është një person normal. Do kisha problem fare. Nuk do të kohë kaq keq. Jo, fare. Kupton që është një person normal. Po, mund ta pijë kafe. Do mos ku ka fëmijë. Po tani ku ti je akoma person publik. Pikërisht me këtë kam edhe viktimizohet. Etosi, unë i rote që ke qenë pornostar.
Për këtë do të gjykoj unë, se nuk është se ti do të gjykoj se ke qenë humoriste. Pikërisht pra. Tani që të them unë? Këtë po them pra që mos na bëj si moraliste edhe mos u viktimizo. E ke bërë atë që i ke bërë, është e lishme, nuk është se ke vrarë njëri ose ke bërë. Ata që të kanë parë me dëshirë. Ata kanë bërë gabim që të kanë parë, po gabim për ata, jo për ty. Po ti vazhdo jetën pastaj unë s'do kisha problem. Unë do thash, po ta takoj një rrugë, do thosh, shikoj se kam punuar ja 2 vite, kam bërë 100 filma porno. Okej, bravo të lumbytha, hajde, ulemi ty. S'do kisha problem, seriozisht, domethënë. Ta kisha në rreth shoqërorit, ndoshta nuk e di, po s'do kisha problem plak të fliste me njëri tillë. Po me njëri që të çan veshët pastaj mbrapa, të bën kështu morale, të bën ato historirat aty. Problemi se funksionon ajo. Kush viktimizimi? I ke varë ti që ka po viktimizimi funksionon, është monedhë shumë e fuqishme. Po kot tangente filozofike. E ke varë ti që ka njerëz që mendojnë që reklamat nuk funksionojnë te ta. E di, edhe kam qenë unë një ndërtar për një periudhë kohë, po E kanë tim njerëz. e kam ndryshuar këtë mendim. Po ta të bëri të ndryshoj mendim. Po vetja se rriti kur e gjykoj në herë veten kështu. Edhe e gjej veten për shembull tani e gjej, po më parë kur e gjej veten duke blerë në një gjë, edhe mendoj me vetë çfarë më solli më këtu, pse erdha këtu. Edhe kur bëja një analizë me veten time, e gjeja që ishte ajo reklama që unë së duhet do të qëndroja, e hiqa kanalin televizori, sa herë shifja, i bëja skip në telefon. Sado që një kisha bërë skip, gjithandaj, ajo reklama e kishte bërë funksionin. Bravo. Po këta persona janë të shëndetshëm. Po s'ka menduar, nuk kam menduar ndonjëherë, ore funksionon. Ore ky personi që bën këtë reklamën. Ai është njëri që ka një punë, ka një guideline që të ndjek atje. Ka një punë, ka një guideline, ka një arsye pse është ai guideline, ka një arsye pse është reklama e bërë në atë mënyrë, janë përdorur ato gjyra. Që janë harxuar me lekë të tëra për ta bërë atë. Ka arsye për gjithë këto gjë. Edhe personin që është në rrugë dhe thotë po s'funksionon te mua. Ju shikoni reklama kot, unë si besoj këtyre. Kur vjet puna, vetëm blen çajrat e Ylli Meria. Ore, unë se bëjmë një për prostatë. Ore, më përpara mendoja, kam pas sa vitesh, mendoja që edhe këto e ke parasysh tabelat e vogla që i vën to kafet, to kafene domethënë. Janë këto tabelat katrore domethënë që i vën to. Që lexojnë pas kuçi lavaza, po ti kesh parasysh to kështu. Po. Edhe po. To paguajnë taks për këtë domethënë. Edhe unë mendoj që kjo ishte gjë koti, unë thash, po të kisha ndonjëherë lokal unë s'do vija asnjëherë paguaja ato lekë për atë tabel koti. Po sa herë kam parë veten që e shfrytëzoj atë tabelën për të vajtë një lokal. Po normale. Të rejtë vëmendjen. Ka një arsye pse taksit janë të verdha. Po, edhe këtë e di. Po se ashtu janë gjithë botën tash, e kanë fituar këtë lloj. Po jo, po ka një arsye pse është e verdhë, gjyra e verdhë. Nuk ke jeshile tani në Tiranë. Po më ke jeshile në Tiranë se janë eko sa në budalliqe. Taksit janë kanë qenë historikisht të verdha sepse është më lehtë për trurin tënd që të shikojmë gjyrën e verdhë. Ose ta dallojnë nga gjyrat e tjera. Në qytet edhe nuk ka shumë gjëra të tjera të verdha. Ke ndërtesa, ke gjëra, por nuk ke ndërtesa të verdha. Edhe të bien në syt taksia. Nuk ke rrugë të verdha. Nuk ke pemë të verdha. Po makinat, s'ke makina të verdha. S'ke makina të tjera të verdha. Po. Ja pra, marketimi e bën këtë. Ata që kanë vendosur çan gjyra të bën taksit, i kanë menduar këto. Se ka vendosur ata, ka dalë një 5 veta, ka thënë ore po ta bëjmë gjyrë të verdhë sepse vjen në sy. Edhe kanë bërë, kanë eksperimentuar, e kanë parë, pastaj ka bërë studime. E kanë hequr nga puna të njeriu që ka dhënë të idenë fillimisht, pastaj i kanë bërë këto. Po. Normalisht pastaj kanë qenë ca studentë e një universitet që kanë bërë. Ore kot për fiksim, sa universitete kemi në Shqipëri? Publike apo private, apo total? Të gjitha. Shumë besoj. Jo, nën 20. Më pak se që kishim kone sa vjetë. Nën gjithsej? Më pak se 20. Më pak se 20. 15, 17, nuk e mbaj mend, po një numër i tillë.
private dhe publike, domethënë total. Po. Kemi goxha. Po shumë janë për mendimin tim. Për momentin janë shumë bile ato që kemi, po falimentojnë. Po ato, shikoj tani, për mua ishte kështu, të mora veç që universitetet private marrin lek nga shteti, marrin financime nga shteti. Nuk se marrin Për tamam student? lek drejt për drejt, marrin financime, marrin financime nga po që dhe ishte ajo që më intereson mua. Po me ligjin për arsimin e lartë. Tani do komentojmë edhe çik edhe këtë punën e këtyre studentëve, apo ta lëm për podcastin e radhës. Ka me studentët. Këta të mjekësisë që detyrohen të punojnë tash, mas i marrin diplomën, do të punojnë disa vite me qëllim me arsye që të marrin diplomën ose ndryshe s'u jep shteti diplomën. Po kjo është tipike, kjo është çudi shqiptare. Kjo është çudi shqiptare, nuk ka vend që ta mbajtë. Kjo është idiotlik total. Ka ca shtete që praktikojnë për ta në formë të moderuar. Një sekondë, nëse kjo është idiotlik. Ti në qoftë se thua që duke vazhduar në do ta bësh këtë gjë, se ti arsye pse do ta bësh se ty të kanë ikur infermier dhe doktor, ke zero infermier dhe doktor. Dhe ti nuk i incentivon dot ata që të punojnë në Shqipëri. Edhe i mba me zor. Tani. Do me thënë ti pranojnë që ti ke falimentuar. Po këtë nuk e thonë ata. Niset. Po këta kanë falimentuar si që. Ta do thonë ne nuk hajemi dot me Gjermanin. Nuk hajemi dot me Gjermanin. Po gjithsesi falimentove se ti ke detyrim si shqiptar. Paguesh që ti shërbesh tyre. Po nëse ti falimentove. Ka një sens logjik që ti të thuash për shembull na brezi 2028-s, ata që do futen në shkollë pas 3 vitesh dhe do marrin diplomë, ka to rregulla. Nëse do diplomën do punosh në shtet X vite ose në Shqipëri dhe pastaj merr diplomën. Jam dakord. Po tani, unë vit 18 vjeç, firmos një kontratë me ty. Ti, gjatë kontratës, më vendos një rregull mua. Nuk është vetëm për këta. Po ç'është se Jo, po kjo është problemi i vogël për këta që janë ndërkohë gjatë studimeve, po. Ky është ligj që do aplikohet edhe për ata që do i fillojnë tani për shembull këtë vit që janë 18 vjet. Ata që do fillojnë do marrin masat në puna e tyre. Ata e din. Ky është debati më. Po që ata që e din nuk e duan këtë, se ky është debati që bëhet që a duhet të jetë. Po mos shko për atë, Po shkojmë shteti siç ka detyrim për mjekësinë, ka detyrim për arsimin. Si më arsyeton mua me kusht, domethënë më arsimon me kusht, më fal. Po deshe më ofri. Po se nuk punon shteti për ty, punon ti për shteti mos do të rrit, se kanë kuptuar akoma. Po ti si mund më detyron, unë dua të arsimohem, se ku punoj unë është puna ime. Më plak arsimohu, thot ai ku të duash, ti është mos u arsimon te mua. Po i është shteti më, do të më japësh një arsim. Po ta japun arsimin, po me to rregull. Ma jep me ça. Po çfarë më plak nga shteti. Ore këta bëjnë akoma fiskulturë në shkollë të lartë. Ama plak i që ato notifikime. Bëjmë mute aty. Alo. Jemi live përsëri, Më John. Jemi live prap. Ore këta që bëjnë në universitet në shtet. Ta bëjnë akoma fiskulturë? Po, bëjnë. Vitë parë se kur isha unë bëjnë fiskulturë. Po. Bëjnë akoma fiskulturë. Bravo.
Bravo. Pra ky shteti. Shu ka qenë në kohën e Berishës, që ta dish. Që bëri po normale? Po normale. Problemi është që ky do ta përmirësonte. Ti gjykon para 13, sa po bën Berisha që ka lënë, se ka lënë 2013, po bën 11 vite. Po bën 11 vite që ka lënë zotria. Ishte 8 vite, dhe në ato 8 vite ndau gjysmën e pushtetit me Likën. Ky po bën 2 vite që është tek pulla aty, 7 vite sa po bën. Kohën me Likën njësoj kishte kanë të dy, edhe ai 4 vite dhe ky 4 vite. Po ky po bën 11 vite mo. Sa i bie, ka 7 vite më shumë se Berisha. Që është tek pull. Që është tek pull. Shumë bukur. Qa bën Berisha në 4 vite dhe ti tek pull? Qa bën i krahasime tash me Berisha. E pa tani qa janë kësa fanile. E po jo bën në feshtata, jo po ishë më komunistët. Po. Okej, më është. Nese, se në shua prapë të Berisha, e të Rama. Po kjo akoma vazhdojnë të në atletet dhe shtu. Po e të që. E po me. Lalieri është... Lalieri, qa bëhet Lalieri? Jo, në reklama, gjë reklama Facebook. Është debat i fuqishëm, domethënë, midis këtyre analizëve, jo analizëve, po midis ta njerëzve që e kuptojnë politikën, që ndjekun. Që është debati që ky a do e haj apo do ngrihet, do shfrytëzoj këtë si leverage për të ngritur akoma më shumë si. Se e ke pa besoj që po e pa që po bën Putin për to kohë. Ose shumicën e drejtorëve praktikisht qeverinë që ky ka në bashki, domethënë si janë burgata apo janë të akuzuar për korrupsion? Ja, nuk janë të dënuar akoma. Po janë të dënuar akoma. Po ka është shumë e sigurt që do dënohen. Po, sepse këta që kanë futmene i kanë supozoj që i kanë gjetur shumë prova, domethënë. Edhe janë goxha prova që janë edhe nga këto që janë bërë publike, domethënë edhe po dënuan duket që janë me faj këta njerëzit. Të paktën për këto që i kanë gjetur, kështu që edhe një socialist i devotshëm nuk i mbron dot, domethënë, me pak fjalë. Po ideja është se kështu janë gjithta që janë pushtet, po. Debati që bëhet është që pse ja bën këtij tani? Këtë goditje. Edhe thonë që ky tani ose do haj edhe ky për vete, ose do shfrytëzoj këtë për të ngritur akoma më shumë, më shpejt. Po ku të ngrihet më shumë se? Jo më Ramas, po këtyre që tentojnë që të jenë që i ka kundërshtar. Brenda partisë, po brenda partisë ose. Brenda partisë. Me opozitën e me këta. No, okay. Për brenda debati se opozitë nuk kemi PD, nuk kemi LSI, nuk ekzistojnë. Nuk kemi vetëm Arliqonin, kemi vetëm këta. Sa bukur. Arlindin. Ora Arlindin është profesor filozofie. Po, filozofie më duket se është pa. Po një gjë të tillë normale, në shtet është shkencë sociale. Po, normale. Edhe duket se ri në Astir. Filozofi. Jo në Astir, jo, ri aty te përballë Deliorgjin duket ato. Dikot. Nis, po sa intereson kur dhe Arlindi, po. Personazhi deri. Po pikërisht. Po bukur se ai beson vërtet o gjë. Kjo është më keq. Edhe keq edhe e mira. Se ky ai beson. Jo plak, po ai është. Pra ne themun që gabimi i vetën që këta kanë ky, domethënë këta që ndjekin këta, që nuk e pranojnë tash, më duket shumë gjë e bukur që një grup njerëz, një grup njerëz nga mbrapa,
që ka një ide, ka një botë kuptim, ka një filozofi caktuar, që thonë ne këta jemi. Po deshet, na ndiqni, na votoni. S'më duket një gjë e keqe kjo mua. Tani ka astyre mund të ketë 5 lloje të tjera që njerëzit mund të zgjedhin midis. Po këta e quajnë si kështu, jo po na pëlqen çik Marxi, po për ca gjëra, na pëlqen çik Engelsi, po vetëm te ajo pjesa te ai kapitulli atje, këto kapitujt e tjerë. Kjo s'pëlqen mua, ku e kapin kështu për citë të zgjedhë. Po se e din ata që kanë dështuar. Prapë edhe kjo kanë dështuar historikisht. Ore, po mirë, çfarë mendimi ka për komunitetin Arlin? Po shira, prapë për komunitetin. Ky në vetvete për shembull, nuk është se ka ndonjë premtim për ky. Jo, nuk është se ka ndonjë premtim kështu super të madh për qeverinë ose për pushtetin në përgjithësi. Ky merret me ca gjëra të vogla. Ore, komunitetin alfabetin themu. Çfarë mendimi ka Arlindi për komunitetin LGBTQ që i kundra me sa kam parë. Po nuk është për ndonjëherë me këta. Po ndajmë bën të drejtat. Ky ka me pensionistë. Kjo është gabimi tjetër që ai ka. Merret me votë në pensionistë. Ore, kur ne duam t'ia heqim. Tangente, për shembull. Tangente filozofike. Tangente. I ke menduar ndonjëherë që si ka mundësi që shumica e njerëzve që janë shumë pro komunitetit, janë shumë afër filozofisë komuniste, kur në njëjtën kohë të gjitha historikisht gjitha vendet komuniste kanë qenë njerëz zakonisht shumë kundër komunitetit. Jo, po ka gjëma se këto për komunizmin që do ta dish dhe do ta dinë gjithë dëgjuesit tanë. Që komunizmi në teori edhe në praktik ka ca ndryshime. Ka ndryshime fare, mo plak, ca ndryshime ka, mo. Po teoria ka dështuar, edhe teoria është i dështuar në praktikë. Po ne i dimë të dyja tani. Ne e kemi në teori. Po tani, po edhe teori dhe praktikën është e kotë sa i personi që ka një pyetje. Se njerëzit pak në shekullin e kaluar kishin këtë iden e këtij fëmijës që punonte në fabrikat e Anglisë, që ishte i zi, na kokat e këmbët, ishte i zi dhe punonte për disa qindarka i shkreti, edhe i vini keq edhe fajin e kishin kapitalistë. Tani pyetja që kam unë, këtë fëmijën, na kjo fabrika, kush e hoqi? Se okay, ishte ky problemi. Kush e zgjidhi? Jo komunizmi. Si bë? Si bë, se nuk e marrë vesh. Në detaj, komunizmi nuk ishte vetëm kundra asaj. Ai ishte kundër kapitalizmit në përgjithësi. Po jo. Nuk e ma përpisht. Po se njeriu është kapitalista natyra. Jo vetëm njeriu është kapitalista natyra. Evolucioni, mënyra se si funksionon jeta në planet, është kapitaliste. Nuk është njeriu që është i tillë, është jeta në përgjithësi në këtë planet në miliona vite, që kur ka ekzistuar jeta, që na i bakteri parë në oqeane deri më sot, ka funksionuar në këtë mënyrë. Nuk është se ne mund t'i thyejmë ligjet e evolucionit nga sot nesër. Ose mund të tentojmë t'i thyejmë edhe mos kemi pasoja jashtëzakonisht katastrofike siç i kemi pasur. Ore, unë prap e them që Arlindi bën shumë mirë që e ka këtë bindje, që e ka këtë qëllim, por duhet ta shpreh. Ore, për shumë mirë bën. Po ai këtë sot. Që jam komunist. Këtë e ka gabim. Thuaj që jam komunist. Po, okay, jam komunist, më pëlqej, kështu mendoj. Për mendimin tim s'ka asgjë të keqe, por thjesht duhet ta shpreh më qartë, edhe të vazhdojnë në rrugën e vet. Ata që duan ta ndjekin, le ta vazhdojnë. Ata që duan të ndjekin podcastin ton, mund të ndjekin podcastin ton të vogël. Podcastin ton kapitalist.
Çfarë mendimi ka Arlindi për Për kë? Holodomorin? Për Holodomorin ose Po vrasjen nuk në shpreh Ukrainë. pra. Të pasem për që Ose këto temat e shpreh, mëdha ose nuk nuk shpreh. shpreh. Ore çfarë mendimi kam për Okej, kam një pyetje filozofike. A kam të drejtë morale që unë të gjykoj një 20 vjeçar që mund të jetë student i Arlindit ose ndjekës i Arlindit ose simpatizant i thjesht i Arlindit dhe asaj ideologjie, person që mendojnë që shteti duhet bëj shumë gjëra, po që në njëjtën kohë që është 20 vjeçari sotëm duhet jetë dhe kundër racizmit, pro komunitetit liberal, amendjana, gjitha këto gjëra, po që ka një bluzë të Che Guevarës. Po, sepse këto njerëzit që mbajnë këto bluzet, bëjnë tatuazhet ose përdorin të shprehjet që pa e ditur se kush ishte Che Guevara, pa e që kontekst. Po kop. Pa e që kontekst. Ore ti e di për shkak tangente totalisht kot. Po ti e di që babai Bob Marley ishte i bardhë. Si dhe ka kjo? Po s'ka lidhje fare. Po me që jemi andej në atë pjesë të botës. E di që babai Po çfarë Bob Marley diferencë ka ishte i kjo? bardhë. Bob Marley, botën e Bob Marley. Asgjë më pa. Asgjë. Po ta vendosh. Ka Ti sa një më të famshëm në histori. Ndoshta Mandela. E ka një Mandela nuk e di. Po tani Bob Marley. Drake. Baraku e ka pat? Baraku. Po? Po ka plak në parë më plak. Po plaka e ka rritur Baraku, se plaku e ka lënë. E ka lënë se ashtu ishte. Ashtu është evolucioni. Ashtu ishte një muhabet. Si ka mundsi? Po, me që me të këto teori konspirative, unë kam një teori që kam zbuluar. Kjo ka qenë me shumë mundësi, por që unë e kam vërtetuar që këto gratë që kanë një farë moshe, domethënë mbi 30 e ca, që nuk kanë fëmijë, domethënë janë më të vështirat e mundshme domethënë. Po. Më të këqijat e mundshme domethënë po përdor fjalë më. Demografi pjesa, okay. Njerëzit që vendosin çdo gjë. Cila është teoria konspirative? Unë po ta dish një femër 35 e ca për shembull, që nuk ka fëmijë, unë do e paragjykoj direkt, do i them që ti. Po tani që dhe mirë dhe keq që paragjykoj mua këta zëzakët që janë udhëheqës. Po si moj paragjykoj unë tani një sekondë tani, se njerëzit mendojnë vetëm se bëj shaka unë dhe marr disa tema të tilla. Për çështja e humorit, ishte në fakt se unë i gjykoj ata tani, se unë që në momentin që dëgjoj hip hop, po në që në momentin që unë dëgjoj hip hop, nuk mund të jesh racist. Pastaj është çështje kohë, se unë nuk i gjykoj njerëzit në bazë, nuk i vendos një gjykim morali në bazë të IQ-s së personit. Gjykoj moralisht me çfarë bën me atë që ke. Se nuk mund të gjykoj unë tani një zezak me IQ 83 që e ka lënë prindrit edhe është rritur rrugëve dhe ka vrarë 3 veta, se nuk çfarë gjykimi ti bëj unë aty. Po në anën tjetër, Barakun do e gjykoj se Barakun ka IQ 130. S'ka justifik. Po jo më s'ka lidhje me temën e parë, më pa Baraku e ka IQ 130, Baraku o do bëj ai që është, ose do bëj një kriminal në më të mëdhenj në historinë e njerëzimit. Zotria është aq inteligjent. Është ai kriminal, teknikisht se ka vrarë miliona njerëz në gjithë lindjen e mesme. Por që ajo është conducted an operation which concluded që deri pas që bën krahasim me Trumpin pastaj që kë vrau ai atë ka semin atë kë vrau Donald
Atë më generalin iranian, bravo, kush ishte Donaldi? ai? Po. Jo, shumë mirë bëri, Po mirë bëri që bro. është ajo video që bën krahasimin e fjalimeve të dy. Po shikoj tani se po ky është problem. Problemi është se janë fjalime dhe realiteti. Realiteti dhe fjalimet janë dy gjëra të Se ndryshme. ky Donaldi thjesht del aty e thotë që Kasemi is dead. Okej, se vetë jo, një sekond. Jo, po shikoj tani, se vetë Donaldi ka bërë krime kundër njerëzimit, sidomos në Yemen. Problemi është që Donaldi nuk është fare interesuar për këto gjëra. Nuk do të di, nuk është pjesë e interesit të tij. Është gjë i vetëdijshëm që ai nuk ka për ta kuptuar ndonjëherë si temë këtë gjë. Nuk do të di fare. Pa man, me urdhrat e tij ka bërë krime njerëzimi, por nuk e shfaqson. Problemi është që Baraku e di dhe e kupton. Është në dieni. Se çfarë ndodhi në Afrikën e Veriut, në linjën e mesme, në fshatë e pafund të Afrikës që ka ndodhur gjatë historisë Barakut, kurse Trumpi nuk e di çfarë ndodhi në Yemen. Edhe çfarë ndodh akoma në Yemen. Jo, bën akoma më të aftë për mendimin. Trumpi di që në CNN është kush? Trumpi në? Po si më shikon atë? Trumpi shikon zotria Farma. Zotria shikon CNN, kush problemi? Kim Jong-un. A e zgjidhi problemin ai me Kim Jong-un. Se zgjidhi ai. Vajti e takoi birën e botës, kishin marrëveshje paqe. Se kjo njerëzit nuk e din, po Kim Jong-un ka vajtur në parlamentin e Koreas Jugut, edhe ai homologu i Koreas Jugut, që s'e di njëri emrin, ka vajtur në Korenë e Veriut, edhe kanë qarë në parlamentet e njëri tjetrit. Hap më të madh se ky nuk ka për të ndodhur ndonjëherë, të paktën nuk ka për ndodhur ndonjëherë. Nuk ka ndodhur në diplomaci në dekada, që në rrëzimi i murit Berlinit. 2. Zotria, çfarë po ndodh sot me Izraelin dhe Palestinën, ata firmosën marrëveshje paqe. Izrael, Palestinë, Arabi, Egjipt. Firmosën marrëveshje paqe derisa ishte ai aty. Okej. Sot kemi luftë me të tjetrën. Luftë të pastër. Janë vrarë, nuk e di unë, 80.000 palestinezë, nuk numërohen më sa janë vrarë palestinezë. Ai zotria dinte që nëse unë lexoj në CNN që ky është problem, do vetë zgjidhte problemin. Nuk ka faje se nuk e lexonte Yemenin atje, nuk do lexoj letrat ai që japin general, mos ja fut kota. Do lexoj letrat. Fora man, përveç kësaj, ai zotria, përveç politikës jashtme që është fitore jashtëzakonshme, nuk ka pasur president amerikan më të mirë për jo amerikanët se sa Trumpi. Edhe për amerikanëve, por për pjesën tjetër të botës nuk ka pas president amerikan më të mirë. Për paktën për sa kohë ne kemi qenë gjallë. Po përveç saj, zotria kishte ekonominë më të mirë 50 viteve të fundit. Zotria ka 3 rekorde historike në Amerikë për numrin më të ulët të papunësisë të afrikanëve, afrikano-amerikanëve. Ka rekordin e parë, të dytë, të tretë. Në 4 vite qeverisje ai ka 3 rekordet. Ka medalje ari, bronzi, argjendi dhe bronzi. Për rekord historik të numrit më të ulët të papunësisë të kësaj shtrese. Çfarë të bëjmë me ai zotria? Ai premtoi ekonomi, premtoi kishte emigrantët, ka do të bënda të morën idiot, dhe premtoi politikë të jashtme. Këtu i bari ai. Tani se ishte i pa aftë ai edhe për të parë çfarë ndodhte me njerëzit të referotur që ja futën ai punë vete. Po dëgjoj shumë keq, dëgjoj vetë. Po unë tani po lexoj këto gjërat, këto conditions ato, po ky e paska me dimite këto gjërat, me regjistrime.
Mo që deri në sa orë Shumë e mund të limitet. bësh record. Po sa orë? Po jo, kjo përregjistron mo. Po regjistron. Deri në sa orë mund të kjo regjistron edhe thotë që ti aksesosh. Po, do të thënë kjo fria që ka 2 orë në muaj. Lago, i fut një Po nuk Google regjistrojmë dot atë më. Bene një së ti se regjistron. Me çfarë do regjistrosh? Regjistron vetë Google Meet, ka opsion më. Hap një, ai ke kompjuter. Hap një Google Meet, edhe ke opsion që regjistron. Ta këshyre. Atje mund të bëj screen sharing ti. Që shikosh dhe video, të komentosh video, artikuj. Se dia këtë unë që mund të regjistroj me Google Meet. Po ja do regjistrosh, po duhen uploaduar diku ato pastaj. Po ti uploadon YouTube. YouTube i ka drive falas pa foto. Okej, ashtu e bëjmë. Po ja duhet të eksperimentoj, duhet të ta prekim çik këtë faqen, do të merrem çik me këtë Riverside-in, me këtë sitin e kësaj, ta shohim çfarë do bëjmë me këtë. Po patë atë. Ja do merrem çik sajtën e. Edhe do të bëjmë. Ti e bën në kompjuterin e punës atë ti. Mbyll atë mikrofonin apo si. Po mirë, ashtu mirë. Turën bara. E mbyllim për sot. E mbyllim. I gjejmë ato gjëra të vogla pastaj, do ta kemi më të strukturuar, të kemi tema më të qarta për rreth tjetër. Që mos të shpërndajmë shumë. Më strukturuar. Po ta bësh në kompjuter ti. Se bën dhe screen share. Jo, po bën screen share. Kupton? Edhe ti nëse do të diskutosh diçka. Ulës direkt në Google. Po. Edhe shikon aty. Ose i bën do bëjmë tema shumë, ose do futemi kërkojmë Wikipedia tani. Po ato tona më plak ti ke një gjë, një diskutim për shembull ato të Bidenit. Po mirë, tash e bëjmë mos i duam nëse mos të na thotë më njërin ore pse. Po. Po mirë. Ne bëjmë kështu. Ta uploadoj atje dhe e shikojmë. Ashtu e bëjmë. Po mo. Bëjmë në kompjuterin punës së rrugë. YouTube-in e hapim, Google Meet-in e hapim, s'po bëjmë ne gjë. Po. E hap në drive jot. E hap në browser tjetër që. Një rregull. Po. Po njësoj është s'ka lidhje se nuk e shikojnë. Po mirë. Apo thon, ore fajin që për internetin aty? Jo. Jo më plak. Zero. Hape. Ore hape që ka të faqen League of Kingdoms. Kingdoms.com. Ore kërkoj në Google League of Kingdoms. Se ma kequar ti, të thë, da, ku ma kequar. Jo, website blocked. Your organization forbids access to website in the category games. Po su doku në hapja mu? Game, po se shloja. Ja, përve su doku në. Ja, se hap ka su doku. Twitter? Po Twitter? Ja, X-in, jo, nuk ga. Chess.com, po chess.com? Chess.com? Po e hap.
Si duket të lejon. Pak do kemi Ja, gjë. të sudokun prapë edhe nga browseri tjetër, jo, vetëm çesin. Ja, më lozim shane ndërkohë aty. E fomi. Okej. Hajde, ciao. Hajde. Flasim Po. prapë edhe na gjena një temë, një video interesant. Ciao. Okej. Hajde, ciao.